Lutfi Aziri, nën kryetar i LDK-s, deputet i Kuvendit të Kosovës, mirë se erdhe, kënaqësimet po në studio. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Për të 20 herë dështoj seanca e Kuvendit, do seanca irrituese, kisha më thonë, të kërditshme, të bajatshme, o thirr një tjetër për të dielën. Qysh me dal për kësaj situate, zoti Aziri? Fatkeqësisht, qëndron kjo që po konstatoni edhe ju, është bojnë e verithshme kjo situatë. Lajmërimi çdo 48 orë në pamundësi me ndiku në zgjidhjen e problemit. Deputetët e kanë veç një detyrë. Përfaqësojnë interesin e popullit të Kosovës dhe duhet ta mbrojnë atë interes. Ne s'po mund ta mbrojmë asnjë lloj interesi që nënkupton me ndiku në zgjidhjen e problemeve tyre. Ende se mi artë të zgjidhja probleme. Ne përflasim për konstituimin e legjislaturës 9 këtë rast, se ne kam bërë numrat problem tash, në mënyrë që kryetari i Kuvendit, këtë rast kryetaria e propozuar të zgjidhet, por këtu tregon edhe mendsinë e partisë parë, që propozimi është i lehtë me ndodh prej subjektit politik. Por duhet me punu shumë a shumë me zgjidh, me bë të zgjedhur kandidatin. Këtë rast vetëvendosja ka bërë vetëm gjysmë hapi, që është propozim, që është e drejtë e fituar, por duhet me konstatu diçka që te ne nuk po kuptohet drejt. Kushtetuta e Kosovës është dizajnuar në sistem proporcional për zgjedhjet e saj me e detyru partitë politike me bashkëpunu. Kjo është shpirti i kushtetutës, fryma e kushtetutës e quajnë juristët, por kur është themelu kjo republikë, kur është ndërtu sistemi zgjedhor, jam pajtu që të ndërtohet një sistem zgjedhor i cili detyron partitë politike. Ne nuk kemi parti fituese. Me kushtetut thuhet partia e parë, partia e dytë, partia e tretë. Partitë e para e fiton të drejtën me propozu kryetarin e Kuvendit. E dyta e propozon, ka të drejtën, e fiton të drejtën me propozu nën kryetarin e Kuvendit. Paka shumë kjo reflekton edhe atë ushtrimin e demokracisë, mandej edhe në qeveri, sepse nuk mund të ketë në Kosovë fitues të mëdhaj. Po ka partit parë edhe partit tjera që morën rezultat. Verdikti i popullit është dhënë dhe tani ka kalu në dorën e deputetëve. Fatkeqësisht, po generalizohen, nuk kanë dorë deputetët zgjidhje probleme, nuk kanë. Kanë partit politike. Dhe përderisa partit politike nuk po bojnë zgjidhjen, këtë rast partia e parë, duhet me pri me zgjidhjen e problemit. Pse po insiston lëvizja vetëvendosje me Albelin Agjiun, zoti Aziri? Për mos me ndodh konstituimi i legjislaturës, nuk ka kur farë shpjegimi tjetër. Natyrisht që unë jam i prim me mendu edhe me besu që është bë propozimi më adekuat i tyre, sepse ata besojnë që zonja deputete e zgjedhur i përfaqëson interesat e lëvizjes vetëvendosje, po në raste të tilla do të mendu për te partisë, për te një subjektit politik. Fundja është deputetja e parë. Shumë vende kryetari i Kuvendit është përfaqësues i unitetit qytetar, unitetit politik qytetar. Ka vende, ka parlamente që kryetari i Kuvendit nuk voton hiç, nuk merr pjesë, s'ka të drejtë me marr pjesë në votim. E menaxhon procesin, debatin, diskutimin, votimin, po për shkak të rolit që ka, as nuk merr pjesë në votim. Dhe duhet me kuptu edhe në këtë rast që jemi në një situatë kur është bërë një propozim që drejtë e fituar, por është me të shkurt kuptimin politik, shumë shkurt, sepse nuk e rrinë mundësinë me qenë e zgjedhur. Spaku për 20 herë është taku Kuvendi në seancën e pambyllur, për që i bjen seanca e parë konstituive, dhe nuk po mundet me dalë pej çorsokakut politik. Këto deklaratat e lëvizjes vetëvendosje pas seancave, zoti Aziri, por edhe në paraqitet e tjera publike janë se PDK, LDK, AK dhe lista serbe janë bllokuese të procesit. Po ju akuzojnë për shkak se nuk po e votoni kryetarin e Kuvendit. Nuk kemi bëj me kurfar lloj bllokade, as kurfar procesi politik. Prej 9 shkurtit, asnjë parti politike që deri dje kanë qenë opozit, nuk kanë shkaktuar kurfar procesi. Nuk ka ndodhur kur gjo në Kosovë. Të gjitha partitë politike, sikur edhe partia e parë, kanë thonë po e presmi rezultatin zgjedhor mu definu. Po e presmi qartifikimin e rezultatit zgjedhor. Po e presmi konstituimin përmes verifikimit mandateve në Kuvend Republikës.
Gjithë kanë prit proceduralisht, jënë sjellë me lojalitet ndaj kushtetutës, edhe procesit politik, është ru partia e parë për rezultat. Ne në natën e 9 shkurtit e kemi morën epitetin e hajvanatit politik, se s've nuk ka të bëj me përfaqësues politik, ka të bëj me votues. Momentin që mbyllën zgjedhjet, populli ka votu. Ato vota shkrihen në Kuvend Republikës. Shkrihen dhe bëhen votat përbashkëta. Dhe kjo ndarje, fragmentizim politik, në cilën është ushqy, është investu politikisht, nuk mund zgjidhet mbrana natës, por nuk është çështje procedurale. Zgjedhja e kryetarit të Kuvendit nuk është çështje procedurale. Nuk mundet procedura me zgjedh. Partia e parë dhe zoti Kurti po besojnë, edhe satelit partijak politik të zotit Kurti, po mendojnë që është çështje procedurale. Në rregull që ata e trajtojnë si çështje procedurale. Por 20 herë u provu dhe po dëshmohet që nuk është procedurale, atëherë veprim politik duhet me pas. Veprimi politik për me ndërtu një shumicë politike e cila ndron metodën, ndron, s'po themi në mendsinë, se është e pamundshme se gjithash pranë natës, po ndron metodë, në qasje. Zoti Kurti po don politikën e sallamit politik me imponu. Nuk funksionon, po sheqën, nëse ke provu në rregull, po nuk po funksionon që Kuvendin me trajtu si çështje procedurale, me bë konstituimin edhe me bë edhe zgjedhjet politike me realizu, madje me kalu tek qeveria. Tek qeveria ka le të themi orare të demokracisë. A ka logjikë zot Azeri? A ka logjikë deklarata e Albin Kurtit kur po bën ftesë opozitës, ish opozitës, po të voton me kryetarin e Kuvendit se i kom numrat për qeveri. A ka logjikë kjo deklaratë? Po s'është e besueshme. Mund të ketë logjik për ata edhe për zotin Kurti, por nuk është e besueshme, sepse për të abot besueshme do të Kuvend me ndodh. Kur i ki votat për qeveri, e demonstron, e manifeston në Kuvend, duke e trajtu si procedurale, thjesht. Po vetë fakti që mungojnë disa deputet me mbështetë dhe me kriju shumicë për zgjedhjen e kryetarës së Kuvendit, tregon qartë që nuk ka vota për qeveri. Dhe me vetë faktin që nuk ka vota për qeveri, pamundësia me bosh shumicë për qeveri, po e mon Kuvendin peng. Nuk ka shpjegim ma drejtë dhe ma korrekt, politikisht. Kuvendi po mohat këtë fazë në mungesë të numrave për qeveri. Për shembull, në kondo propozime të Aleancës për Armërinë e Kosovës ka përmendur 2 emra. Kjo është njëra prej atyre. Për kandidate ose për kryetarët Kuvendit ka një deklaratë publike dhe të PDK-s që thotë nuk votojmë ish ministrat të qeverisë Kurti që kanë qenë. Në rast se ndron lëvizja vetë vendosë kandidatën ose kandidaten, a ka vot LDK për ta? Jo, sepse ne nuk e kemi lidhë rolin tonë votim me emrin e përveçëm. Ne kemi thënë për parim, do të me kriju partia parë shumicë për me bë zgjidhjen politike. Kjo ka qenë dhe kjo është qëndrimi jonë, nuk e kemi lidhë me emrin e përveçëm. Është të drejtë e fitume, partia parë ka fitu, të drejtën me propozu, leta zgjedhjen këtë dojnë. Tjetër sen, edhe tjetër çështje që ne mendojmë që do të me mendu, si që thashtë, një përfaqësuese e cila mundet me pas ndikim të mirë në votim edhe për te partisë së tyre. Mundet me pas. Por nuk është mendu ashtu, është mendu një përfaqësues tipike eksponent kryesor i vetëvendosjes dhe krejt në rregull është sa i përket meje edhe LDK-ja ka këtë qëndrim që parimisht nëse don me qenë zgjedhur zonja e propozuar, atëherë ju do ta krijoni shumicën politike me ata që besojnë që ju doni me vepru politikisht të ardhmen. Por partitë politike që përfshin edhe PDK-n, edhe partitë tjera politike kanë thonë që emri është problem, ndron emrin, ne jemi të gatshëm me ofru vot. Dhe kjo është një rrugë dalëse. Edhe kjo nuk është të shfrytzu. Me vetë faktin që edhe ky debllokim, le të themi, edhe nga ana e Aleancës fillimisht, edhe nga ana e PDK-s më vonë, që zgjeru numri i emrave, po për shembull Nisma, ta kanë ofru bashkëpunim politik. Nisma edhe u konfirmu tash, dhe zoti Kurti tha që ne kemi pas takime për ndërtu bashkëpunim politik, por s'kemi më rri me një pikë për me ndërtu atë bashkëpunim për shkak kërkesave që Nisma i ka parashtruar në tavolinë. Këto janë legjitime, kërkesat janë, nëse nuk kanë bindë që me kalu
këtë situatë, atër bëne zgjidhjen tjetër, ofro diçka cila do të arrente me kryu 61 plus, spaku 61 vot për me konstituu kuvendin e Republikës dhe mandej për qeveri është çështje ndoshta krejt tjetër. Por krejt kjo që po shihet, nuk mundet me pas opcion tjetër në tavolinë, pas një ofertë pako, marrëveshje pako, paka shumë. Leta preashtojmë rolin edhe pozitën e presidentës, sepse aja vjen prej tetorit deri në mars, në atë periudhë kohore ka me qenë. Dhe ju po insistoni që të ketë një qeveri gjithë përfshirëse, deri në zgjidhjen e presidentit. Po ne asë në propozimin që zoti Kurti dhe partia ti po insistojnë që ne jemi fitus dhe ne vetëm me listën Guxo dhe me listën alternativa dhe me minoritetet jo sërbe mund të krijojmë qeveri, e as në pjesën tjetër që duhet krijohet qeveri, se ai pakicës, LDK-ja në këtë rafsh ka oferta për të dy, le themi palëve. Apo, zoti Kurti përmes 2 letrave zyrtare dhe përmes deklarime publike edhe të eksponentëve tyre ka ofru LDK-n si partner më të besueshëm, por edhe qeverisja pakicës beso që LDK ka rolin kritik dhe duhet të ketë qasje, të shkaktoj proces. Ne kemi dalë me opcionin e mesëm, që kemi dëshmu, asë nuk kemi atraktu për partneritet me çdo kusht, me partinë e parë, e cila mund të ketë benefite politike për LDK-n, benefite afat shkurte politike, e asë qeverisja pakicës e cila mund të ndërtohet, po që nuk garanton stabilitet edhe periudhë kohore në cilën mund të ndikohet në përmirësimin e gjendjes brenda Kosovës, se ky është qëllimi i qeverisë. Pse po insiston? Jo normalitetin me kthy në normalitet. Ne kemi thonë, hajde shkojmë krejt bashk, fazën e parë, i takon partive politike shqiptare me unë më dakordu për formatin, çfarë lloj formati të qeverisjes kalimtare, çfarë lloj agjende. Do shta agenda e përcakton edhe formatin me të drejtën. Se agenda që vendoset e cakton në formatin e njerëzve që duhet shkuat atë. Edhe spaku deri në mars e harxojmë, e shtirim gjitha çështjet që janë interes me prioritet. Sepse ka shumë listë prioriteteve që Kosova në listë ka mund bashkarisht me zgjidhje. Çështja e Këshillit të Evropës. Sepse nuk është thjesht andarësimi në Këshillin e Ministrave tash, me kalu. Është politike. Është çështja e dialogut, është çështjet ekonomike. Kemi çështjen e rrymës, shtrëngimi i rrymës, çështja e inflacionit, edhe shumë probleme tjera që aktualisht janë. Kjo një listë e problemeve me prioritet deri në kohën kur pritet Kosova me hyrje në procesin e ri, siç është zgjedhja e presidentit të Republikës, atëherë harxhohet, konsumohet kjo agjendë, shkarkohet, shfryhet paknatësia, eliminohen problemet, largohen problemet. Pse po insiston pse po insiston me thonë drejtën, ne kemi gjetë mirë kuptim politik, por sikur të gjithë po menojnë që Kosova është shumë e politizume, me pas guxim me hyrje në një marrëveshje të tillë. Politizimin e kam kuptimin Kosova shumë e dame politikisht. Por LDK prapo afron urën e vetë. Ne po bëmi urë në këtë rast. Që ky polarizim, kjo ndarje e madhe dhe fundja, ndoshta ky investim i madh për ndarje mund të dëmtohet, po herët avon ne kemi ardhur me një pikë tillë. Nëse kemi çare, do thotë populli, detyrimisht kemi me ardhur me një pikë, sepse lista e problemeve të Kosovës po rritet, nuk po zvogëlohet. Dhe një parti, aq më pak, një njeri nuk mund me zgjidhë këto probleme. Nuk po mund me zgjidhë kryedarin e kuvendit, e të mos flasmi me zgjidhë probleme tjera. Dhe në ndë, çdo proces i ri zgjedhor në Kosovë, ka më përcjell me pakënaqësi më të madhe. Nuk ka më ul pakënaqësia, ka më rrit pakënaqësia. Dhe ka më rrit politikisht, militantët politik, partijak kanë hyrë në istikame politike, ata kanë mbet në istikame politike, edhe më tutje. Kjo e bën që është fragmentizuar, është polarizuar jeta politike në Kosovë, por rritet shtresa dhe kategoria e njerëzve me erezon politik, me arsye politike,
me racionalitet politik që po mendojnë për Republikën, ma shumë, se sa për partit politike. Po grupohen në mes më shumë dhe gradualisht, unë jam besimtari kësaj, që ata do të bohen grupi më i madh politik në Kosovë. Dhe ata do të ndëshkojnë politikisht, nesër, çdo kohë kur të vjen, partit politike që nuk janë sjell konform thirrjes së sotshme. Thirrja e sotshme është bashkëpunim, nuk është mundo, është me bashkëpunu. Pse po insiston Albin Kurti që ta ketë LDK në bashkëqeverisje? Të mramten herë tha në RTK, bili llogaritje dhe votat tha VV, LDK tha 77, tha dhe trit nismë tha 80. Tha edhe kësaj tha e kështu kalu tha edhe ngërçin çështën ose çështën e presidentit. Pse po insiston kaq shumë Albin Kurti që ta ketë mbrana LDK, i përmendet edhe 2 letrat që ja ka nisë? Me thonë drejtën, është kështu me zbërthy figurativisht. Albin Kurti, kryeministri, ka bërë veç LDK-ja. Edhe në parë, kër këna pas dallim me 0.6%, 0.6% ka qenë dallimi, edhe pse na jeni proces zgjedhor edhe atëherë në formatin e një bashkëpunimi para zgjedhor, jo një liste, fatkeqësisht, po një bashkëpunimi para zgjedhor. Edhe herën e dytë LDK-ja ka bërë kryeministër. Edhe herën e parë presidente Vjosa Osmani Sadriun e ka bërë LDK-ja. LDK-ja ka dhënë votat edhe ka shkaktu 2/3 edhe zgjedhjen. Që po besoj që jeni pishmon për këto vendime. Këto ka ndodhur. Edhe zoti Kurti është i vërtetë që pa LDK nuk bëhet. Pa LDK nuk bëhen. Edhe të tjerët, partitë tjera dinë që pa LDK kërkosh nuk mundet me mri objektiv. Neve naftojnë sepse kanë provojë bashkëpunimit me ne. Kanë provojë bashkëpunimit dhe provoja atyre e bashkëpunimit me LDK ka qenë gjithmonë e vlerësuar pozitivisht. Edhe kërkume, dhe ka me vazhdu me qenë e kërkume. Sepse ne kur shkojmë, ne punojmë me agendë politike, njerëzit tonë janë kompetent, ne kemi demonstru edhe kompetencë, edhe kemi shkaktu procese dhe kemi mbyll procese. Kemi marrë pjesë në gjitha proceset e mëdha për Kosovën, jemi themelues kësaj republike, jemi aset kësaj republike. Numrat sot që janë atje, 20 ulse në kuvend, në bankat e kuvendit republikës, nuk e tregojnë për masat e rëndësisë së LDK-s e parti politike. Por për nga rëndësia, edhe këta 20 numra janë po ashtë të ronë sa kanë qenë 29 më herët, për ka fuqia. Por kër kemi qenë me 29 ulse, ne kemi pas formul tjetër, kemi pas formulin e bashkëpunimit, rolin e LDK-s nuk e kemi pas primar, kemi pas sekundar. Ne kemi dhonë ekzekutivin gjithmonë, kryeministrin në marrëveshjet politike, sepse ka qenë kërkesa atyre, por edhe kemi marrë kryeministrin kur kemi pas mundësi. Një herë ka ndodhë ose 2 herë, çdo që ka ndodhë, ne kemi kapitalizu rolin tonë. Edhe tash, nuk kemi kërkesa specifike. Zoti Kurti është e vetëdijshëm që zgjedhja e kryeministrit ka lënë përmes zyrës LDK-s, po e përri përsëris si gjithmonë, edhe ai vetë demonstroi që ka lënë përmes zyrës LDK-s. LDK-ja e ka trajtu letrën e tij, ofertën e tij si qëllim politik, me seriozitet, dhe me seriozitet e kemi përgjigj. E patëm një raportim periskop që Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosur është e gatshme të ofrojë 2 pozita të rëndësishme për LDK-n, kryetarin e kuvendit dhe presidentin. Përfshi këto edhe disa ministri. Në rast se i ofron këto zoti Kurti, a hin LDK në koalicion me ta? Nuk është çështje e ofertës politike, pozicioneve politike. Në mënyrë absolute, po e siguroj edhe sot, nuk ka të bëjë me këtë. Se çka po merr në këtë proces si parakush me bashkëpunu. Jo, janë parimore. Janë krejt parimore. Zoti Kurti ka demonstru vullnet politik, sepse është njëri prej njerëzve që nuk flet çka mendon veç, por edhe flet çka dëshiron. Çka mendon dhe çka dëshiron, zoti Kurti ka fol në proces zgjedhor. Edhe kur u mbyll zgjedhjet ka fol, edhe mbas u mbyll zgjedhjet ka fol njëjtë. Kështu që ai ka demonstru, ka manifestu politikisht çka dëshiron ai. Nuk ka tregu politikisht, për shembull, është dashur me thonë që ne u angazhum, e bënëm listën e kërkesave dhe qëllimeve tona, këtu e kemi banin, Kushtetuta e Republikës kërkon bashkëpunim me të gjithë, dhe unë kam zgjedhur me bashkëpunu me këta. Edhe ka thonë, me 9 shkurt, mes natë, ka thonë, unë
bashkëpunoj vetëm me guxo alternativen. Pjesa tjetër është hajvanat politik. Minimizimi që është për një njeri fillimisht, ju është atribu liderit LDK-s, e ma vonë është për një njeri këtë tjetër, është me trejtu, por për neve Visarazemi ka vlerë si çdo eksponent i LDK-s tjetër i cili nuk mund të kvalifikohet, cilësohet dhe ofendohet publikisht me asnjë term. Kështu që e ka bo veç ma të dëmshme për LDK-n, kur ka thonë në s'kom fol për votus, fillimisht, kom fol për individin, e mande individin e ka emnu, e ka bo edhe ma keq. Sepse edhe tërheqja po lexohet tendencë me zbut zemra, po na nuk kena njerëz me gjujt në bërlog. Nuk lejojmë mo trajtu njerëz të LDK-s në asnjë cilësive dhe në asnjë formë tillë. Që nuk ka të bëjë me ofertë, sepse LDK-ja ka parimore çështjen e bashkëpunimit. LDK-ja për Republikë, për interes të agjendës politike, për interes kombëtar këtë rast, për te i LDK, sepse na kemi kalu roli i Kosovës ka impakt në siguri edhe shumë çka tjetër për te kësaj. Po besoj që kemi me pasë një letër shpejt për i Zotit Kurtit. Po oferta, deklarata në RTK është ofertë. Letër zyrtare. Nuk quhet letër zyrtare, po mund të lexohet si ofertë publike, sepse me numrat demonstron arritjen e qëllimeve politike në cilën Zoti Kurti beson. Por LDK-ja ka një ofertë në tavolinë dhe përderisa nuk kemë përgjigje zyrtare nga Zoti Kurti për atë ofertë, që është e mirë, s'është e mirë, mundet mu diskutu, sepse ne kemi nxjerrë në tavolinë si opcion i cili mund të diskutohet. Ne kemi thonë, kjo ofertë dhe këto parime janë të panegociueshme, s'kemi thonë asnjëherë. Me thonë, urdhani, kjo është aja që ne besojmë, urdhani në tavolinë ulmi bisedojmë. Takimi ka ndodhur në zyrën e presidentës. Që nuk prodhoi, si më thonë, kur. Po kjo është interesant, sepse kush ka besu që do të vjen një kohë kur propozimi i LDK-s pranohet me kushte që më mojnë zyrën e presidentës. Nuk ka qenë kërkesë e LDK-s, LDK ka kërku që në një institucion, ku do të qoftaj, propozimin natyrshëm u dash me udhëheq lideri i LDK-s. Natyrshëm, sepse është propozimi i tij, ai përfaqëson LDK-n. Është dash me mbledh, me ul, me u shpjegu, sepse është propozuesi e organizon dhe propozuesi e zbërthen dhe mandesi i cili e thot fjalën e vet. Por për të ndodhur një takim i tillë, prapë LDK-ja u sjell me mirësjellje politike, nuk ka tregu ego, ka thonë institucion neutral, vend neutral, mundet për shembull presidentja e cila është në funksion, kemi thonë rregull kudo që jo vlerësoni ne jemi të gatshëm me ardhmë me shpjegu propozimin tonë. Që është ka të bëjë me një propozim, po edhe kjo është një lloj edukimi politik, sepse LDK-ja me veprimet e vet i ka bë edhe rival më të mëdhaj bashkë në tavolinë. Jo të presidentës, edhe në zyrën e presidentës, sepse ajo ka një emër përveçëm natyrisht, por ajo është trajtuar si rivale. Është trajtuar si kurriere politike, notere, si proces mbajtëse e një partije politike, si satelit i partisë tjetër. Por ky lloj edukimi politik që ka ndodhur veçantë ndaj partisë parë, nuk po flas për parti tjera, se vërtet s'ka të bëj. Tregon çfarë që LDK-ja prapë në këto procese po shkon drejt arritjes qëllimeve që me e shkaktu që ato që e kërkon Kushtetuta e Republikës, e që për besim me thonë drejten, në Kushtetut ka hyrë si frim nga ona LDK-s. Sepse, imagjino tash, ne kemi qenë partia e parë, që de facto kemi pasur mbështetje 62% në popull të Kosovës, kur është ndërtu. Po sistemi proporcional me një zonë është ndonë partisë të madhe. A keni pa formula dëhënd që është ndërru tash për herë të parë, nga ona partive politike, edhe vota preferenciale. Për herë të parë është bërë një veprem i cili e ndihmon partinë e parë. Po edhe formula e vjetër, edhe sistemi zgjedhor, edhe fryma kushtetutës është ndërtu edhe me insistimin e LDK-s pak në atë kohë. Me imponu bashkëpunim ndërpartijak, me imponu. Mos sjell gjithmonë, mos sjell si i madhi, me arrut veçlit, partitë e veçla, me përjashtu, me i largu. Na nuk kemi pas prag zgjedhor.
deri në vitin në shtatorit vitit 2007. Kosovë nuk ka pas prag zgjedhor. Ka mujtë me hyjë çdo individ, çdo parti i cila ka amri 1%. Sikur komunitetet pakit në Kosovë. Ki po, nëse të gaboj deputeti me 560 vota, përfaqëson komunitetin e vetë është mbrana. Sepse nuk ka prag zgjedhor dhe fryma e kushtetutës kërkon që me qenë i përfaqësuar. Hyn. Përfundimisht, zote Aziri, nëse Albin Kurti afron postën e kryeministrit, a hin LDK në bashkëqeverisje? Tash me përdor thonjen e Lumir Abdixhikut, ai me pas mundësinë me ta afru edhe kurorën e mbretënisë këtë vend, ne nuk e pranojmë. Kështu është thonë. Nuk ka të bëjmë me kryeministrin, po ja konfirmoj edhe një herë. Nuk ka të bëjmë këtë fazë as bashkëpunimi me as një kusht, as për kryeministër, as për pozicione tjera politike. Ka të bëjmë me ato që ne kemi thonë që partitë politike bashkëpunimin dërton besim, politika o besim. Edhe raport me qytetarin, edhe raport të bashkëpunimin derinstitucional. Edhe kur kemi dallime politike, është bashkëpunim. Bashkëpunimin ndallim, vota demokratike, ku ne synojmë me shku, e njeh kompromisin si mjet. Por fatkeqësisht Kosova është administruar në parim, nuk është qeverisë. Është administruar dhe kjo për LDK është e papranueshme. Do të me gjetë qasje, mënyrë, formë, rrugë me ndërtu bashkëpunim. Unë jam njëri prej atyre që jam eduku dhe kom rrinë këtë moshë si përfaqësues politik me vazhdu me besu në bashkëpunim. Me rivalitete politike. Ne kemi pas rivalitet dashma politike. E kemi përkthy në bashkëpunim. Po dallimet nuk kanë qenë pengesë me bashkëpunu. Aja që është më e rëndësishme, partia e parë, dhe zoti Kurti do të me besu, përfundimisht, që bashkëpunimi ndërtohet kur ka mirëbesim, kur ka besim në diçka. Besimi është thy. Me LDK-n besimi është thym. Ne kemi histori bashkëpunimi. Kemi bërë edhe qeveri bashk, edhe program qeverisës bashk, edhe si opozitar kemi punu bashk, besimi është thy. Ai nuk mund bëhet akt. Ka ndodhur hajde tash se numrat, po na dalim, për LDK-n problemet nuk zgjedhen me numra, zgjedhen me besim. Ju nuk po shkoni si LDK, zote Aziri, për dy ka një qëndrim spaku publik që nuk bashkëpunon me lëvizjen vetëvendosje, AK-ja dihet tashmë çfarë qëndrimi ka. Te takimi i presidentes, e tha edhe vetë ajo që gjasat janë shumë të vogla për me arrit një marrëveshje politike, pat edhe deklarata të zotit Abdixhiku, Krasniqit dhe Haradinajt, po shihet larg një marrëveshje. Qa duhet me bëu presidentja? E tha se komi thirr edhe njerë liderët, qoftë individualisht, qoftë formatin që ke më herët, nuk po shihet që mund të ketë një marrëveshje që do ta kalonte këtë situatë. Pse po pret Vjosa Osmani, do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese me urgjencë? E përmeni dhe vetë ajo, tha, po rizikojmë 900 milion euro t'i humbim nga Bashkimi Evropian, janë disa projekte shumë rëndësi për FSK-n, rishikimi buxhetit e plot projekte e probleme që ka ky vend. Albin Kurti tha se kemi asnjë urgjencë, sa po funksionon gjithçka mirë, pse po pret presidentja ka gjatë, kisha më thonë. Po këto janë dallimet. Për shembull, përderisa përfaqësuesi i Partisë Parë thotë nuk ka urgjencë, Kosova është mirë. Kemi përfaqësuesen e Republikës, që është presidenti i Republikës, e cila thotë që ka urgjencë, ka listë alarmante të çështjeve që do të më trajtu në mënyrë urgjente, edhe mundësia e bashkëpunimit këtë agjendë është shumë e madhe, edhe e domosdoshme. Kosova po kalon në një korridor të errët. Ne jemi të ecë na për terr. Zoti Kurti politikisht me qenë korrekt do të më tregu, sepse atë agjendë dim, mas paku flas me ne, sepse neve nuk na takon me alarmum këtë fazë, na çka sa i bën presidentes. Nëse presidenti ja vlerëson që ka agjendë, e cila duhet me u trajtu shpejt, e kuvendi i Republikës, dhe qeveria e legjitimume duhet me pas, do të me dalë me fol, do të me dalë me kallëzu. Ose do të me morë procesin në dorë, nëse s'ka kusht tjetër. Këtë vend nuk është ka këtu proces. Është e pa drejtë me thonë LDK-s dhe partive që s'kan mundësi tjetër, me thonë pse ju nuk po votoni. Sepse tash ki zona për shembull këto njerëz
voton e ju kalon e fut në vetëvendosje në orën demokratike. Në orën demokratike, 14 plus 10 plus. E çka ndodh atëherë? Çka ndodh atëherë nëse hym në orën demokratike? Çka ndodh? Kur gjë prapë nuk ndodh, sepse nuk ka situatë e cila të demonstron që zgjidhet. Na nuk kemi nevojë me testu, si thot zoti Kurti, po na thirr me testu besueshmëri. Kretë dim që 42% të votuesve i besojnë atij, po pjesa tjetër nuk i beson. Dhe nuk kem shkuar ne se i zgjedhën me testu. A pe mon fjalën as pe mon fjalën, sepse unë e di, zoti Kurti në qëllimin e vet politik e mon fjalën. Ai ka ndruar veç metodat, po unë s'pe besoj që atij qëllimit. Tani zonja presidente nuk ka nevojë me lyp lepi partive politike për me çu landën gjykatë kushtetuese, ka një iniciativë të AK-s dhe deputetëve për me çu, ka një iniciativë të deputetëve ku janë më dhënë që ka iniciuar Hikmet e Bajrami për çështjen e rrymës, shtrëtimit të rrymës dhe çështje të tjera, që prap po provojmë në mënyrë alternative me ndiku, por nuk të përgjigjen organet e pavarura ky problem. Por nëse organet e pavarura që trajtojnë problemin e rrymës pa i emnu tash, nuk përgjigjen grupit të deputetëve. Presidentes do duhet me përgjigj gjithë, sepse është funksion dhe ka detyrë kushtetuese me bërë reagime. Dhe sipas jush ajo duhet me urgjencë të drejtohet gjykatës kushtetuese. Aja në këtë fazë ka dur të lidhuna sepse nuk guxon me ndërhyjnë votim. Ju apo deputet po thirrën tash edhe në Shkup, edhe në vende tjera ka Buda Balja tha. Fatkeqësisht jena ardhen në një situatë ku po provojnë gjitha mjetet, metodet me individ, me u kryu në di që roli individit është i madh o kritik në çdo vend, edhe vetë e kam përjetu edhe e kam ushtru në shumicën e rasteve, por aja që do të me nxjerr mësim kësaj here është bashkëpunimi, partneriteti ndërtohet në besim edhe me besim. Edhe për momentet që ka dalë shkronja, lapsi edhe letra, aja nxjerrët në dokument, nuk ka më veç fjalë. Nxjerrët në dokument edhe bëhet marrëdhënie kontraktuale, që po mungon tash. Në terë, natën, kur punohet, me individ për me bërë zgjidhjet shpejt aty për aty, është metode keqe, bre, se kur gjosën e thu tjetër. Është legjitime me thirrë çdo deputet edhe me kërku votë. Është legjitime. Nëse me partit politike s'u pe zgjidh problemin, është legjitime për mu, është legjitime me thirrë, me fol, edhe me mundu me bin. Po është e papranueshme mënyra me u taku skutave edhe me ndërmjetësues. Me gjetë zgjidhje. A kanë tentu VV-ja me bo edhe të deputet e LDK-s njërin gjohë? Për shembull, kanë folur. Jon taku, po janë kontaktu disa deputet LDK-s, në fjala një, do jon taku, nuk e di sakt me thonë për me qenë korrekt, sepse ne jemi 20 dhe trajtohemi si grup parlamentar, por ka pas, kolegët tonë janë tregu korrekt, kanë thonë që na kanë kontaktu, kanë bo ofertë bashkëpunimi për votë në rastin e zgjedhjes kryetarës kuvendit, dhe ne kemi paraqitur qëndrimin tonë, që nuk e thejmë qëndrimin e politik LDK-s, sepse ne jemi një subjekt, jemi një grup parlamentar, votojmë bashkë, ashtu siç vlerësojmë, votojmë bashkë, edhe kur gjo për te i kësaj. Dhe më në tregu korrekt si që janë, pej natyrës, si që janë, kështë që nuk ka kur gjo për te kësaj, sepse jam i pa drejt nëse them që është provu për te kësaj. Natyrisht, kur tullim e bisedu, aty ka oferta, ka gjithçka, sepse tendenca nuk është veç me morë votën. Tendenca është me ta morë deputetin. Me ndryshu kamp politik. Me ndryshu, fillimisht fillon me vote, mandej derivon gjithçka prej një aktit politik. Dhe vot nuk ka LDK-ja. Ose deputet e LDK-s. Ne votojmë njëjtë, me thonë drejtën, vota jonë politike është njëjtë. Unë e kam deklaruar edhe ne publikisht, kam thonë nëse mu mbindin, për mu mbind do të me pas argument, sepse jam një përveçën, për mu nuk ka problem. Unë i takoj edhe një grupi politik që bashkëpunimin e ka pjesë të kulturës, edhe në kuptimin familjar, unë i takoj një grupi të qytetarëve
që ka ardhur nga një kundërshti e madhe e sistemit, e ka luftu deri në fund, edhe në veçanti ndaj eksponentëve që njihen si familje anti dhe kundërshtar të mëdhaj, ne kemi sentiment tjetër me të drejtën. Por ideologjikisht, unë jam i ndërtuar këtu ku jam. Por përfaqësoj edhe mendësi politike të interesave të kombit, mbi cilët unë jam ndërtuar. Fundi punit në punoj për këtë interes, edhe LDK është familje politike që më ka dhënë mundësinë me kontribu në çështjet që janë interes kombëtar. Edhe interesi i Republikës në këtë vend është më i vogël se interesi i kombit tim. Dhe natyrisht LDK-ja gjithmonë këtë kontribut më ka dhënë mundësinë me shtyr deri në fund, unë punoj në këtë drejtim. Por nuk e favorizoj kontrabandën politike, prostitucionin politik, edhe metodat që po i shohim që janë pjesë e një mendësie tjetër, nuk është e jona. Na mëna me thonë që Ballkani, Evropa juglindore, shtetet postkomuniste, postdiktatoriale, kanë mendësi tjetër, por kjo nuk është e vërtetë. Sepse shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Jugosllavisë në vitet 90-ta e kanë bërë veç një dallim. Dallimi më i madh kanë qenë që ju ndallu prej popujve të ish bllokut. Zotë Aziri, po besoj që keni pas samitin në Tiranë. Krejt Evropa, krejt liderët në Tiranë, shefi i NATO-s, e pam se që ndodhi atje, na po merrem me do mbyllet palestra në verinë e Kosovës, e do institucione tjera, vazhdojnë me konë në sanksione, e humbëm antarësimin në Këshillit të Evropës. Se jena kursu me qëto farë vendime, patëm prap kujinti i reagoj qeverisë, tha po dëmtoni imazhin e Kosovës. Me fillu nga fundit, shtetet e kujintit ka një rol dhe një peshë diplomatike si përfaqësues në Republikën tonë, të njëjtën peshë kanë edhe në Beograd për Republikën e Serbisë. Sepse shtetet e partnerët Kosovës, më herët janë qujtë grupi kontaktit nëse kujtohet, ku ka qenë edhe Federata Ruse, largimi i tyre për shkak të statusit Kosovës, në shtetën e peshës madhe, janë ata, le themi, partnerët më të mëdhenj që i ka sot edhe shtyr një agjendë, dhe njëjtë shtete mos harroni në Beograd janë bartëse të bombardimeve, të luftës dhe të angazhimeve atje, por edhe atje funksionojnë me peshën e vetë. Çka ka ndërru zoti Kurti në politike në Kosovës raport me partnerët? Marrëdhëniet e bashkëpunimit, partneritetit dhe të mirëbesimit me shtetet e BE, me shtetet e fuqishme, Gjermania, Franca, Italia, Mbretënia e Bashkuar edhe SBA-ja tash, janë përkthyer në marrëdhënie të kufizuara. Nuk ka më marrëdhënie të mirëbesimit, janë marrëdhënie të kufizuara. Zoti Kurti e ka vendosur. Unë e bëj një hap, ju e bëj një hap. Ata kanë hyrë këtë format. Dhe marrëdhëniet e kufizuara gjithmonë kanë më na dëmtuar neve. Ne si Republikë. Sepse ne nuk kemi fuqi politike me shty agenda të Republikës në këtë parim, marrëdhëniet e kufizuara. Apo dje ne kemi taku zonën Kaja Kallas. Nuk kam qenë takim. LDK-ja ka luftu dhe po luftojnë për largimin e pa kusht të kufizimeve masave financiare, që janë sanksione financiare. Vendimi i Komisionit Evropian është ato largohen në mënyrë graduale. Kjo është raporti kufizuar. Kjo është raporti kufizuar. Serbia, që 35 vjet ka marrëdhënie të kufizuara me Perëndimin, edhe me SBA-n, edhe me shtetet kryesore të BE-s, sepse ka pas marrëdhënie të luftës. Ka pas marrëdhënie lufte me disa prej tyre, mandej janë kthy prapë në marrëdhënie të kufizuara. Po çështja që ata jetojnë këtë parim tash 35 vjet. Tani Tirana është të luftu. Unë do me besu që është bë, ende nuk është bë. Po Tirana të luftu, më bë qendra kryesore e rajonale. Që nuk kupton vetëm për këtë pjesë të botës, po për gadishullin tonë po se po. Samiti i Këshillit Politik Evropian dhe paralajmërimi, sepse do të jetë diçka më e madhe që do ndodhë në Tiranë, do ndodhë samiti i NATO-s. Do të mbahet në Tiranë. I zbarkon krejt liderët
kryesor në Tiranë dhe Tirana bëhet qendër, sepse ata kanë një agjendë politike. Shteti shqiptar ka hyrë në një dinamik të re, në marrëdhënie me BE-n dhe në marrëdhënie me NATO. NATO që i ka ofru pa kushte, në mirëbesim, gjitha portet, aeroportet dhe mekanizma tjerë si antar i NATO-s, që territori shqiptar me qenë në funksion të sigurisë. Atje do të ketë prodhim edhe të municioneve, ka fillu prodhimi i automjeteve, mjeteve luftarake, do të rifillojnë mjeten e armeve të shkurta, luftarake, dhe do të bëhen faktor, sepse në marrëdhënie të mirëbesimit dhe të pakushtëzuara, shteti shqiptar dhe kryeministri i saj e ka çuar Shqipërinë në nivel tjetër, atë nivel tjetër. Cili është parimi që Shqipërinë po e çon afër Brukselit në një agjendë të fundit që është dhënë? Parimi i zgjidhjes gjitha problemeve me fqinjet. Tani Shqipëria ka një agjendë të brendshme që lidhet vetëm me një kapitull që ka më kanë më i rëndësishëm, sundimi i ligjit. Ja keni pa burgosjet, akuzat, burgosjet, tash janë kjo, vetëm kjo agjendë Shqipërinë ka me qu në datën që po lufton me morë. Sepse dje u hap kapitulli tjetër. Tani çka ne do duhet me përfitu shumë. Ku është zoti Kurti që thonte bashkimi i jonë me Shqipërinë na bën antar të NATO-s, na bën me pasaporta evropiane tash, na bën antar të BE-s shumë shkurt, shumë shpejt, shumë drejt. Edhe na zgjidh problemin kryesor. Raporti brenda shqiptar është ditët më të këqija të saj. Ne jemi tërheq, nuk kemi më agjendë për bashkët, kemi agjendë pro forma. Në një vitit nuk ka agjendë që po punohet Prishtina edhe Tirana me parafru sa ma shumë ekonominë tonë. Së përplasmi për agjendë kulturore, tash kalendari 28 nëntor, 28 nëntor, ato ka festu populli i Kosovës edhe kur s'ka pas drejt në flamur heq, e ka gjendë një mënyrë me festu. Ta një mënyrë shtetënore kjo ndodhë, por kur gjonë nuk është ka ndodhë. Me tonë drejten, nivelli ku ka shku shteti shqiptar për të mirën e këtë rajonet, ja vetëm të shqiptarve në Ballkan. Sepse Serbia ka pas këtë rol. Beogradi, Serbia madhe, ose kjo Serbi, cilë do të qujmë, e ka pas njëjtin rol më herët. Beogradi ka qenë qendra kryesore rajonale në cilën o shpritur për qelë, është negociu. A imagjinani sa mesazhe vinë përmes Tiranës për probleme rajonale. Je vetëm e shqiptarë. Je vetëm e Shkupin, ku ka rol shqiptarët edhe Prishtina, si Republike e pavarur, po është edhe krejt rajoni jonë që kryeministri ose liderët shqiptarët e kanë një rol më aktiv në zgjidhjen e ngërçeve dhe problemeve. Nuk kemi ndërhyrje të shtetit shqiptar në këtë proces, as një deklaratë që ki. Tas një liderit politik nuk e ki çka po ndodh në Kosovë. Pse po ndodh në Kosovë? E pikajt ka morë drejt eksponent qeverisë Shkupit me ndërhy në emnimin, zgjedhje, probleme. Kjo është paka shumë ajo që unë e shoh. Zotë Aziri, LDK po përgatitet për një proces zgjedhor për zgjedhjet lokale. Pyetja fundit, a do të kandidoni për kryetar Gjilanit? Përfundimisht, unë jam të mbyll procesin për te i meje. Presioni dhe kërkesat qytetare edhe pritit me të drejtën deri para një kohë kanë qenë, por unë e kam ba para 4 vitësh zbardhën qëndrimin të em. Atër kam hy për interes politik, më shumë të LDK, sepse kem kalu një proces të keq zgjedhor, dhe është dash me liftu, me rujt rezultat, me riparu sa të ketë mundësi, dhe nuk u maksimalizu, po ne jemi partia e parë, në zgjedhje lokale atje, dhe për 421 vote elektorale është dallimin e ekzekutiv. Rikthimi do ndodh, por jam të punu dhe ka me mbyll procesin këto ditë shumë shpejt për te i meje. Kjo në kupton që unë do të me punu ende me kolegë dhe me grup moshe edhe me sektor për te i LDK-s Gjilan, sepse për LDK-n ndërtimi një konsenzusi është më i lehtë. Po për te i LDK-s ndërtimi një fryme edhe një angazhimi për një emën pranueshëm fitus në Gjilan do të mbyllet këto ditë dhe besoj që ne do të jemi proces zgjedhje lokale, por jemi në një ambient shumë toksik me thonë drejtën. Mos konstruimi kuvendit dhe mungesa një qeverie të re në detyrë
në këtë ambient të ban qytetarin, njerin, sikur neve me nxjerr tash me qitë vetën në grupin e qytetarëve, të çfarë zgjedhje lokale kur s'po jetë, çka nuk kupton komuna kur s'ki qeveri, kur s'ki kuvend Republikës. Është bagi problem me bind njerin, me mojt të interesum për zgjedhje lokale, dhe pse zgjedhjet lokale në Kosovë kanë shumë rëndësi. Ja zakonisht shumë rëndësi. Zotë Azirit, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve shumë, faleminderit.